Qojnë gjitë i nalë se e më rruj asë në lufë ma këtë qio. Nuk kom kërku me banu, s'kom kërku. Mija në konë flajt? Mija në konë flajt, që aty. Edhe vetëm për një kemi qu. Dilni se në më rruj në gjitë i nalë. Edhe sa s'ka zgat në në gjë vetëm ko kemi po pidion dhe ka rruj vëshinjë të moja. Kajtë e ka pëndarë këtë faktë. Pas rresheve të mëdha të shiut mëngjesin e kësaj të hëne, uji ka depërtuar edhe në shtëpinë e Pajti Mustafës në fshatin Pataqan të komunës së Rahovecit. I gjithë kati i parë është mbuluar me ujë dhe tani më është i pabanueshëm. Na kemi qenë në shtëpi. Pi orës 4 mëngjesit ja ka njësë, po ka pak. Edhe ka bora 7 mëngjesit e ka marrë krejt katën e parë shpijen, uji. Fëmija në konë flajt, qojë këmi thani, këmi që fëmijën, qojë në gjitë i nalë se e më rruj asë në lufë ma këtë qio. Vetëm ko kemi pa, krejt katë i para konë noj. Qa a ka dëmtu pëthuaj se tër katër e para, mundesh më na tërgu? Krejt komplet, me priza, me krejt qaj për këtë, me maqinat lajmës, me krejt laqash. Krejt i ka presh. A ka qenë gjatë ditës sot me dikush prej komunës ose prej ndaj institucioni tjetër me të vizitu? Në 7 mëngjesit i këmë thërë policia njëherë se nuk lidhësh me të Rahovecit. Në 7 mëngjesit i këmë thërë policia në Gjakovës, Gjakova më ka gjujt me Rahovet. Po rastin, ko ba ora 10 e gjysë ardhen. Me zerpiksa. Jo, e thashe shardhët tash. Jo për këtë më zonë. Sa herë ka brëshimet moja që shtot mu gjethëm ka hinë, kur vit para 7 mujve të tetu që shtot njëti në rast të më shkru, edhe qëtash. Gjethëm ka hi uje mrena. Kur derën e komunës se kom të cekat. Kur? Për komunë vetëm ma ba zgjidhën e që nga ujet. Mësë më mi ma uje këtu. Edhe më mnimu. Se shumë njëm të merë. A ki ku me banu tash? Jo, nuk kom kërku me banu. S'kom kërku. Ku du me banu? Kajtoj janë shmrena. Edhe thëmijën i kom hekë për shpijes.